Unë kur dola nga Big Brother, në rrjetet e mia sociale, her pas here, mbaj mend Kiara ndori një linjë të brëndshmesh. Edhe unë kundërpërgjigja me një foto nudo me duart pare, thoshte edhe unë kam gjerë linjën time të brëndshme, dhe ishte ironia ime që her pas here ngacmoj, sepse do ta vazhdosh kur mbyllet spektakli, janë muaj të tërë që tregu është i jetur për lajme. Dhe një ditë marrë vesh që Kiara, në Top Channel, Kiara kishte ngelur 7 zanë, dhe që atëre, thash, kjo do bëhet nën, nuk ja vlen të ketë mjaft strese, të ketë dhe ngacmimin tim, dhe nuk vazhdova më. Takohemi në Top Channel kur rasisim oraret e xhirimeve, përshëndetemi me Kiarën, me Luizin, dhe raportet e mia me ta ka qenë ashtu siç ishte brenda. Ndryshe nga 30 banorët e tjerë, të cilët shumica ishin ushtar të Luizellit, unë dhe të paktën Dea Vieri, Dea Michel, nuk u bëm kur ushtar. Unë me atë lojën time modeste, për aq pak kohë sa qëndrova, dhe ne kemi raportet ashtu siç i kishim brenda. Ne nuk e ndoqëm njëri tjetrin në rrjetet sociale, nuk i dedikuam zemra, dashurira, luj, vllai, shpirti, zemra, nuk i premtuam njëri tjetrit do bëjmë këngë ose do bëjmë spektakle, dhe vazhdon të jetë marrëdhënie korekte. Ndryshe nga të tjerët, të cilët u përdorën